se tradicionale në dojnë që duket. Edhe brumin e boj vetë me dorë, asë me mikser kur se punoj. One jo me li me ritme në Prishtinë. Plët njerëzi thujnë ku kupi Prishtine, unë ju martu midis fshatit, me krenari e thëmë që jo me fshat, kur asë njerës menoj me lëshu fshatin. Ty në grove që poljak mojnë me dollë në qytet, ju kësha vonë krejt gabani. Dërin 3 natës kum të hallu e prom, ju më qunë me nxes i kum bo flijat, i kum bo për këto, ju morë që jëm të punu këto, më më thirë dikush me thonë, hajde dole me pina një kafe një orë më duket që e kum hup kohën. Osh me pejterme, që shi ka bo e vjera jeme, nona jem, se unë e këto i kum su krejt pe vjerës. Që gjithve ju kujtohet Sabilia nga storia të cilën e kemi bërë një vit më përpara, e sot për dallim nga era e kaluar që kemi qenë në shtëpinë e saj, sot ne kemi arë në vendin ku ajo i ekspozon të gjitha produktet që i punon me dorën e saj. Tash që jena në praktistës Kurban Bajramit, ka morë bajagi shumë porosia. A po më të regon qësh është një ditë e jotë jam prakt festa? Është pak me stres, po nashti pej vullnetit që e kam, që e du shumë punën, tashti nashti edhe për ty edhe për plot njerëzi që e shohen, thojnë s'është e vërtet. Unë dërin 3 orat haloj, baklava, edhe i pjeki, se tash e ku morë edhe një furë, e kam për 8 tipsia, ju më pështu me ta, që ma ka lecu punën shumë, ju më kom përfitu se një shoqatës gratë për gratë, vëmen për vëmen. Ju më përgjithë dhe më vlerë 3.000 euro, kom marrë frigoriferojtës dhe furën për pjekjen e baklava. Në mëngjes qona drejtin flia, se kom shumë klientat flia, vi bëj porosit dërin 3-4 flia para dite, i bëj edhe 3 këto, i bije me copa i shes këto, edhe vije. Po nashta që e bëj kitë punë shumë me qef, me vullnet, me dashuri, edhe s'ni lodhje. So baklava i përgadit për një fest bajramit, për afërsisht po e themi një numër. A me kalëzu numrina? Përgaditi bajake shumë, gjdo vetë kom rritje ma shumë e ma shumë. Tashin kitë bajram kom rritje në 2 fesh për bajramit të madhë, se nashta dhe që i boj tradicionale, mojtë thëmë jo me vetë mja, se krejtë ujnë i bojna tradicionale, po e ka dallimin baklava tradicionale, si të shesht, e ka e ndryshe shien edhe pomjen, e ka e një pomjen ma ndryshe se këtu që a i bojnë me pejta tjera, po mirë, e falenderoj Zotin, shumë mirë, se këtu veç i qes këtu adin për reklama, i boj me shumë dashuri, me qef, me vullnet. Që i këto e për, që është, edhe kjo që e kum punu e kum prun me nxes, gjithë 2 dit i bije, që këtu tjera veç janë met thot, që krejt i kum pruen me nxes, se shiten shumë, se tradicionale në dojnë, që duket që është krejt punu me dorë. Edhe brumin e boj vetë me dorë, asë me mikser kur se punoj, se ka tjetër shije. Ato është sekreti, apo jo të Po. Ka shumë, do me thonje nëse brumin e punon vetë me dur, se bën një brumat but ma të mirë, ja dimosen ma mirë, do shta dhe vestjon të fshatit, kosin e boj vetë nuk e blej, po e blej qumshten kosin e boj vetë, edhe vesh me vest fshatit i punojnë. Edhe që shtohën e jo me li me ritme në Prishtinë, plët njerëzi thujnë ku kupi Prishtine, unë ju martu midis fshatit, me krenari e thëmë që jo me fshat, jetojmë fshat, punojmë fshat, kur ras njerës menoj me lëshu fshatin. Këtë mirat i kena ato, këtë punën e kom nis pe ato punoj e kom punëtorin, këto vije i shes. Do me thëmë për gjitha ata që janë shumë që e lënë fshatin, po, punon në qytet? Ju kësha boj aty në grove që poljak mojnë me dollë në qytet, që s'jonim puna se kur i jem punë po, a mos nuk punon edhe lyp me dollë në qytet, ju kësha vonë krejt gabani. Rënin fshat, krejt mirat i keni. Tash i kena mjell, kopshtin, s'na bje me ble kur gjo, krejt i kena me tronguj, me speca, me krejt kanë dollë tonat freskta. Edhe ne jetoj ato, edhe punoj, edhe që vi këtu. Krejt motrat i kam në qytet,
krejt familjorët e mi unë në qytet, e vetë mja unë e jo me fshat. Menzëja kum dollë, për këto edhe ma shumë kom kërkesa, se qmimet nuk i kum rrit as pak, i kom qmimet bakloven 36, 20 euro, për tjirat i ka 25-30, i bojt freskta, hajde të shpijat e në frigorifer të emi, një gjonë 2 që i kom porosita për neser, kom i quë, se hales kum fillue, porosijat i kum orë 50, i kom hanes nuk e kum qitë në Facebook, edhe i kum orë, se i kom klientat qysh mëti, s'moj mja rrit qmimin edhe pse janë rrit krejt produktet, une me qmime nuk ju më rrit as pak, edhe u rrit energjia, edhe janë rrit krejt, ndyrat krejt, mjeli, një shestra, krejt qako janë rrit, po une me qmime ju nuk ju më rrit, se kom qef mjë nejt klientve besnike. Po ja dalë se i kom 2 qikat, burrin, djallin, krejt i kom kra, pandimen e tyne asë ne ashtë kisha mujt me konë sot ku javë, se jo te orrat, jo, po së din ashtë shumë që e du kitë punë, zotim një mënë. Dërin 3 natës kum të halu e prom, jumë qunë me nxes i kum bo flijat, i kum bo për këto, ju morë që jëmë të punu këto, se qika njona në shkollë, njona në punë, djallin e kam në punë, po kër jumë kanë nevojli për kitë punë, e kum dashte dhe ta shti e duhe, nuk më i me lanë. Për bakloven tradicionale bëj, kom kërkesa shumë, edhe pëse si a kum rritë shmimin, është me pejterme, që shi ka bo e vjera jeme, nona jem, se unë e këto i kum su krejt pej vjerës. Nashtë edhe në intervistën e parë, ke pyt, po i kom të mësu me pej vjerës, edhe mos e në roj recepën, kjo është me orra, veç edhe kjo është e punu me vetë, a i punoj se plot gra më thujnë, s'ko shansë me bo pejten vetë, po në vetë i bëj. Krejt pejtat i boj vetë. Të spishtja është qashtu tradicionale dhe këto e boj me t'lyn, ju me vojna me që shpi bojnë me recipe, absolut si boj. Edhe kjove që është me susam, njëjtat. Po ashtu edhe flijat i boj në njërë tradicionale me saq edhe me moz. As një nuk i boj me, krejt i boj tradicionale, që shefe kjo duke që është tradicionale. Qa punohen, veç i punoj. Qërja petla, qfar petle ja bëj, shefe? T'holla. I punoj, po i dukit punën e bëj shumë. Se feste e bajramit është pak me ngarkume. Bilin kitë bajram kom kërkesa, se nashta edhe shkoki i qmime. Për bajramin e madhë qatë shumë kum pos kanë lypë që mos as me cop as kanë met. Krejt grove ju kisha thonë, filloni me punue një punë që ju e dëni. Asë njëherë mos me qukohen, po shbesën, më më thirë dikush me thonë, hajde dole me pina një kafe një orë më duket që e kum hup kohen. Kom qef mja kushtu gjdo herë veç punës tem. Edhe kisha pos qef mju falenderu shumë, se dhe para një viti një konë, unë e komentet e këqia absolut as nuk i këqyri, po ne ju falenderoj shumë se shumë njerëze, dhe i për të podujeve një kato në bronë që se kisha një korë, i kam bo porosijat për mes juve, që më keni shpërndoj, ju falenderoj shumë, edhe sot ju falenderoj që keni gjitë kuhen prap me ordë edhe vënalë të une, për ata që së më njohen, jam Sabile Gjoka, punoj që i 6 vetë kë, tradicionalet, zdalë për i tradicionale, si pitet, si baklovat, si të spishet, krejt tradicionale, jam këtu në shesh, numërin e telefonit, kush s'ka bo porosia mën me bo e kam edhe do vena, shtu që veç ju falenderoj shumë.